Burri ma prej kuletën pa dijen time, edhe mi merr parët që mi jep familja jam. Ai s'm jep mu. Domethënë kjo motra nuk punon, burri nuk jep parë dhe në anën tjetër jo vetëm që s'jep, po edhe ja merr ato parë që jep familja asaj grua. Çfarë themi? Gjëja e parë që duhet ta dimë, duhet me ekzistuar mirëkuptimi mes bashkëshortëve. Ata domethënë mi pas themi neve në gjuhën popullore letra të qel. Por nga ana tjetër, burri është përgjegjës i familjes. Burri ka obligim me rujt gruan. E jo ajo me mbledh parët e familjes saj, edhe mu detyru me mbledh diçka. Ky leçë si jep, po edhe ato çka i ka ja merr. Hala i shtohet po them e keqja kësaj gjëje kur ai ja merr pa dije edhe pa leje të gruas. Pasunia e gruas është pasunia e gruas. Parimisht nëse japin familja e saj ose jep hise baba, burri s'ka drejt me prek. S'ka drejt. Po ajo është gruaja eme, unë bëj çka du me të. Jo. Pasuninë që e ka marrë trashëgimi ose e ka marrë dhuratë prindët e saj, familja e saj, burri s'ka drejt me marrë. Po gruaja ka drejt me prek në kuletën e burrit pa dije të tij, po, sepse ai ka obligim me rujt gruan. Edhe ajo pasuninë e burrit merr për dobit familjes. Për dobi, jo me marrë ajo me u çu vllaznive normale edhe ku e di çka, po për mi ble fëmijëve, për veti, ushqim, veshmbathje etj, ilaçe, ajo ka drejt me marrë pa e vet burrin e burri